Fibula Travel ka organizuar workshop profesional me rastin e hapjes së sezonit të 27 veror, duke mblidhur në një vend partner vendor dhe ndërkombëtar të industrisë së turizmit. Në event morën pjesë 10 përfaqësues të hoteleve dhe operatorëve turistik, ndërsa ky aktivitet shënon një moment të rëndësishëm për kompaninë Fibula Travel, e cila prej vitesh është një nga emrat më të njohur në tregun e udhëtimeve dhe turizmit në vend. Përmes këtij organizimi, kompania synon të prezantojë ofertat më të reja turistike për sezonin veror 2026, si dhe të forcojë bashkëpunimin me partnerët strategjik. Ky event bën hapjen e sezonit vera 2026 në Fibula, siç më shihni është prezantimi, është workshopi jon, ku kemi shumë mysafir që kanë ardhur nga Turqia, nga Egjipti, nga Evropa, nga Greqia, ku prezantohen hotelet që ne i kemi për verën 2026. Në kuadër të workshopit, pjesëmarrësit patën mundësinë të njihen nga afër me paketa turistike, oferta speciale dhe kapacitetet hoteliere nga destinacionet më të kërkuara për pushime verore, si Turqia dhe Egjipti. Siç shpeshini edhe ju vetë, madje është pjesa tjetër e agjentave që shesin për Fibula Air Travel, ku kanë mundësi mu taku ballë për ballë dhe mu prezantu secili hotel se çfarë prezanton për verën 2026. Të pranishmit patën mundësi të krijojnë kontakte të reja biznesore, të shkëmbejnë përvoja dhe të diskutojnë për mundësi të reja bashkëpunime në sektorin e turizmit. Brez nga vera të kemi shumë njerëz që vijnë nga vendi juaj për të vizituar Egjiptin dhe mendoj se do t'ju pëlqejë shumë nëse do të kaloni kohën në Egjipt. Gjithashtu presin vizitorë të tjerë nga e gjithë bota. Nga Fibula Travel u tha se sezoni i 27 veror pritet të sjellë oferta konkurruese, risi në destinacione dhe standarde më të larta të shërbimit për klient. Me këto event, Fibula Travel ka hapur zyrtarisht rrugën drejt një sezoni të ri veror, me pritje të mëdha për rritje të performancës në shitje dhe interesim të shtuar për udhëtime gjatë vitit 2026.